Kjo javë ka sjell përfitimet e veta, sepse çdo pushim shërben për mirë. Mendoj që na ka ndikuar mirë sepse lojtarët e ri që janë në skuadër sigurisht ngjeshën akoma më shumë me grupin për të qenë manovër gjatë lojës. Atëherë kemi në qasje po themi kemi punuar përpara portës, çdo ushtrim pothuajse e kemi lidhur me portën. Shqetësim është kur ekipi nuk shkon përpara portës, por sigurisht që edhe ky është një ngërç që ne duhet ta zgjidhim. Mendoj që manovra dhe shpejtësia e veprimit në pasim. Ka lojtarë që janë akoma mbrapa tek kjo pjesë, sigurisht kemi punuar, sigurisht që po shohim gjëra të mira ditë pas dite, por shpresojmë që të arrijmë sa më shpejt me grupin. Sigurisht që po, sepse ne kemi një grupim lojtarësh që mund ta përballojnë shumë mirë, po themi edhe rotacionin gjatë këtyre ndeshjeve të ngjeshura. Jo, s'besoj që të ketë presion, sigurisht pjesa është tek, po themi, fokusi është tek Ignatia, tek loja jonë. Mendoj që ne duhet të kryejmë detyrat dhe shkojmë drejt portës kundërshtarit me ide. Ne vim mas 9 rezultateve pozitive dhe 1 negativ, normalisht që jemi në një rrugë të mirë, por sigurisht që objektivi i vetëm janë 3 pikët.